Lajmi I fundit, Korea e Veriut kërcënon Izraelin. Çfarë po ndodh? Ç'punë ka Korea e Veriut me Izraelin? Para pak ditësh është ndaluar aktivistja Greta Thunberg nga izraelitët dhe sipas të dhënave të KNCA-s, pra zyrtarisht nga Korea e Veriut, Kim Jong ka kërcënuar Netanyahu-n, duke thënë që izraelitët duhet ta lëshojnë Gretën brenda 24 orëve. Bile nëse I ndodh gjë Gretës, thot Kim Jong, unë do të lëshoj bërthamoret, pra do të hyj në luftë me Izraelin. Ç'punë ka Kim Jong dhe Korea e Veriut me këtë aktivisten dhe për më tepër me Izraelin, ç'punë ka? Disa mendojnë që për të treguar forcën e tij, disa mendojnë që Kim Jong ka mbështetur gjithmonë aktivistët dhe në këtë rast edhe këtë Gretën. Mirëpo disa ekspert mendojnë që mund të ketë nxitje nga Kina ose ndoshta nga Rusia për të shkaktuar një luftë që ndërhyjnë vendet e tjera dhe të krijohet lufta e tretë botërore. Ju çfarë mendimi keni? Dhe pse Netanyahu dhe njëkohësisht edhe izraelitët nuk janë shprehur fare, duke sikur të kenë frikë? Pra, kjo deklaratë e fortë, çfarë do të thotë për ju? Ç'është kjo deklaratë e Kim Jong-ut dhe e Koreas së Veriut kundër izraelitëve? Pra, nëse nuk lëshoni Gretën, ne do hyjmë në luftë me ju. Ju çfarë mendimi keni për këtë argument? Pres komentet tuaja. Ditë të mbarë.